Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua hëngri një qep çdo ditë për një vit, ja se çfarë ndolli më vonë. Qepa është një nga perimet më të lashta të gjithë historisë së njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Sot është zbuluar se konsumi i saj trajton një sër problemesh të ndryshme. Sipas Healthline do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi një qepe çdo ditë. Qepa është e mirë kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegët dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe e dobishme në trajtimin e problematikave të ndryshme, siç janë ato koronare, diabetin e tipit 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e saj janë të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e organizmit. Sistemi imunitar funksionon edhe do të keni gjithashtu një shëndet më të mirë të hormoneve. Qepa ka efekte pozitive edhe në shëndetin e zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Ajo ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën me elastike dhe mirëmban gjithashtu tensionin e gjakut. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga diabeti. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë. Nëse konsumohet së paku një në ditë, fal qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën trupore. Qepa, armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë më shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive mbrojtëse. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatim në peshk ose në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira të organizmit. Këshillohet që të hani qep të paktën një në ditë, në mënyrë që të merrni përfitimet e saj unike. Qepa është një nga elementët bazë të gatimit dhe sigurisht, trupi juaj do të marrë shumë përfitime prej saj. Në këtë video, sipas brejt saj, do ju tregojmë se çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani më shpesh qep në dietën tuaj. Qepët përmirësojnë dëndësinë tuaj të kockave. Sa do e çuditshme të duket, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës do të ketë një efekt pozitiv në dëndësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë e kockave me 5% krahasuar me ata personat që nuk i konsumojnë. Qepa ndikon te nivelet e kolesterolit dhe mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Të larta në vitamina antiinflamatore, qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq dhe është e pranishme në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepët stimulojnë tretjen. Qepët janë plot me fibër që përshpejtojnë tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e bakterieve të mira të zorëve, duke bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa zvogëlon dëmtimin e qelizave dhe rrit antioksidantët. Qepët janë në shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve që janë më të mirë për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë në larg sëmundje të caktuara, por ato gjithashtu parandalojnë dëmtimin e qelizave, citon Brightside. Qepët përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet e këqija të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban syt më të sigurt. Kërkimet e bëra në Universitetin e Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fiber dietike të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorëve dhe gjithashtu lehtësojnë stresin. Qepët luftojnë plakjen dhe përmirësojnë lëkurën tuaj. Të pasur me vitaminën C, vitaminën A dhe E, qepët mund t'ju ndihmojnë që të mirëmbani
lëkurën e përsosur dhe ta mbani atë me shkëlqim siç e dëshironi. Ato gjithashtu do të zvogëlojnë problemet e puçrave në lëkurë, duke i sjellë kështu lëkurës suaj dhjetra përfitime mahnitse, të cilët do të ndikojnë pozitivisht edhe në dukjen tuaj. Qepa përmban vitaminën A, B dhe C, fosfor, hekur, kalcium dhe antioksidant. Kjo perime mund të hahet e gjallë ose e gatuar pa humbur vetitë e saj të dobishme. Nëse hani të paktën një gjysmë qepe në ditë, mund të rrisni nivelin e kolesterolit të mirë dhe të parandaloni goditje në tru, arteriosklerozën, ataku në zemër ose trombozën. Qepa është gjithashtu një parandalues i shkëlqyer kundër diabetit dhe infeksioneve të tjera. Fosfori, kalciumi, squfuri dhe silikoni në qep ndihmojnë në uljen e rrezikut të frakturave dhe shurupi i qepës do ju ndihmojë të largoni kollën. Mjafton që t'i prisni perimen në kubik dhe të mbuloni me mjaltë. Pas disa orësh mund të kulloni përmbajtjen dhe të lini lëngun si shurup. Qepët gjithashtu ndihmojnë edhe kundër problemeve të anemisë, duke sjellë rezultate të kënaqshme për shëndetin tuaj. Jo vetëm që përmbajnë shumë hekur, por ndihmojnë edhe në përthithjen e tij nga ushqimet e tjera. Nëse shtoni qepën në dietën tuaj të përditshme, mund të përmirësoni ndjeshëm shëndetin e lëkurës suaj. Do ju ndihmojë të forconi edhe shërimin e plagëve, të shpëtoni nga aknet, thonjtë e dobët dhe flokët e brisht. Gjithashtu, do të keni përfitime mahnitshme edhe në lëkurën tuaj. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve tuaja të sëmundjeve koronare, duke sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, qepat cilësohen si nga produktet më të rëndësishme për dietën tuaj. Qepët janë një perime shumë e rëndësishme shëndetit të organizmit. Ato janë të pasur me fiber, me kalium, me kalcium, por edhe me vitamina të rëndësishme për shëndetin nervor. Vitamina C që gjendet te qepa është një ndihmë shumë e mirë për sistemin nervor. Vitamina C që gjendet te qepa ndihmon në funksionin e nervave. Kjo vitamina aktivizon enzimat që nxisin prodhimin e neuropineferinës, një substancë e dobishme për komunikimin qelizor. Kjo substancë mban në kontroll orën e brendshme, funksionet e trurit dhe vëmendjen. Një filxhan çaji me qep të prera përmban 11.8 mg vitaminë C. Vitamina B6 gjendet te qepa dhe është e mirë gjithashtu për sistemin nervor. Konsumi i qepës ndihmon në marrjen e sasive të domosdoshme të vitaminës B6, e cila përdoret për metabolizimin e glukozës që është burim kryesor i energjisë dhe qelizat nervore. Ato gjithashtu ndihmojnë në prodhimin e serotoninës dhe dopaminës, dy substancat të përfshira fort në komunikimin nervor dhe në shëndetin tuaj mendor. Mungesa e kësaj vitamine shkakton probleme nervore, shqetësime emocionale, depresion dhe konfuzion. Një filxhan çaji me qep të prera përmban 192 mikrogram vitamin B6 ose 15% të dozës rekomanduar ditore të kësaj vitamine. Mangani te qepa është i mirë për shëndetin mendor. Mangani te qepa është i mirë për nervat, kujtesën, sistemin nervor dhe trurin në përgjithësi. Konsumi një filxhan çaji me qep rrit nivelin e manganit në 206 mikrogram ose 11% të dozës ditore për gratë dhe 9% për meshkujt. Qepa mund të hahet të freskët duke përfshirë në receta, në panine, në sallat, në salca të ndryshme e të tjera. Nëse ju pëlqen të jetë e kaurdisur, mund ta bëni në temperaturë të ulët derisa qepa të marrë një shije karameli. Më pas mund ta përdorni për mbushje të ndryshme të mishit, të gjedhrave e të tjera. Qepët mund t'i piqni me kungujt dhe t'i spërkasni me kopër, rozmarin të freskët dhe vaj ulliri. Efektet që qepa do t'japën në shëndetin tuaj do t'jenë të larmishme. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e të paktën një qepe çdo ditë. E kombinuar ajo në mënyra të ndryshme do t'jap trupit përfitimet që do ta lënë atë në efektet pozitive për shëndetin e përgjithshëm. Ndaj mos nguroni që ta bëni këtë perime pjesë të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.